Me ndeshjet e Gjiros së 11 që u zhvillua gjatë kësaj fundjave që lan pas, përfundoi sezoni vjeshtor i kampionatit 2025-2026 në Ligën e Tretë Perëndim. Kampioni kësaj pjese të kampionatit doli klubi i futbollit Kamjani, që paraqet një sukses historik për këtë skuadër, që në këtë kampionat ka pretendime serioze për kualifikim në një rang më të lartë. Klubi i futbollit Kamjani në ndeshjen e fundit të sezonit vjeshtor u përball me ekipin e vëllazërimit të Kërçovës, njëri nga konkurrentët kryesor për kreun e tabelës. Në një atmosferë festive dhe në praninë e numrit të madh të tifozëve në tribunat e stadiumit të fshatit Kamjan, skuadra vendase shënoi fitore të sigurt 3-0 me gola që i shënuan Ibrahim Jusufi, Blerand Qamili dhe Sokol Iseni. Për ekipin e Kamjanit ishte kjo fitoria e 9 sezonale me vetëm një humbje dhe atë nga Vardari i Bërvenicës në cilësinë e vendasit në Giron e 7 të sezonit vjeshtor. Rezultatet e Giros së 11: Kamjani Vëllazërimi 3-0, Vardari Reqica 4-3, Gjepçishti Skënderbeu 5-1, Renova Napredoku 1-3 dhe Luboteni Drita 2-2. Tabelën e kryeson Kamjani me 27 pikë, i ndjekur nga Vëllazërimi me 22 pikë dhe Vardari me 18 pikë.